Një shtetas turk 45 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Kamoz, pas zbulimit të një magazine të fshehtë ku zhvilloi një aktivitet i strukturuar kontrabande dhe falsifikimit të veshjeve dhe këpucëve me logo të markave të njohura ndërkombëtare. Operacioni u finalizua nga strukturat e specializuara të policisë së shtetit, në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës. Sipas autoriteteve, në këtë magazin depozitoheshin mallra të futura në mënyrë të paligjshme në vend, të cilave më pas u stampoheshin logo të falsifikuara për t'u hedhur në treg si produkte origjinale. Si pjesë e hetimit, policia shpalli në kërkim edhe një shtetas tjetër turk, 50 vjeç, i dyshuar si bashkëorganizator i kësaj veprimtarie kriminale. Gjithashtu 3 punonjës të magazinës janë proceduar penalisht në gjendje të lirë, pasi dyshohet se kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në procesin e stampimit dhe përgatitjes së mallrave të falsifikuara. Operacioni policor i koduar Brands 2 u organizua nga sektori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, në drejtorinë për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, në mbështetje të komisariatit të numër 5 dhe forcës së posaçme Shqiponia, në ndërtimin e prokurorisë dhe gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Gjatë kontrollit të magazinës, shërbimet e policisë sekuestruan sasi të mëdha veshjesh dhe këpucësh, të dyshuara si mallra kontraband, si dhe makineri lazeri, pajisje printimi dhe stampimi, që përdoreshin për vendosjen e logove false. U sekuestruan gjithashtu stampa me emra markash të njohura ndërkombëtare, një telefon celular, si edhe dokumentacion i ndryshëm, që pritet të luajë një rol kyç në zbardhjen e plotë të skemës së kontrabandës dhe falsifikimit. Sipas policisë, informacioni paraprak tregonte se në Kamoz po zhvilloi një aktivitet i qëndrueshëm kriminal, ku mallrat shmangnin detyrime doganore, depozitoheshin në magazin dhe më pas përgatiteshin për tregtim përmes falsifikimit të markave tregtare. Pas administrimit të këtyre informacioneve, u organizua ndërhyrje e koordinuar që çoi në arrestimin e njërit prej organizatorëve dhe dokumentin e plotë të veprimtarisë së paligjshme. Hetimet paraprake tregojnë se aktiviteti kishte një strukturë të mirë organizuar, ku rolet ishin të ndara mes sigurimit të mallrave, procesimit të stampimit dhe shpërndarjes së tyre në treg. Policia vijon punën për lokalizimin dhe kapjen e 50 vjeçarit të shpallur në kërkim, i cili dyshohet se ka pasur një rol kyç në organizimin dhe menaxhimin e skemës. Materialet procedurale janë referuar në prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore ndaj personave të përfshirë, rëndojnë disa vepra penale, përfshirë shkeljen e të drejtave të pronësisë industriale, punësim të paligjshëm, kontraband me mallra, tregtim dhe transportim të mallrave kontraband, ruajtjen dhe depozitimin e mallrave kontraband, fshehjen e të ardhurave, si edhe falsifikimin e vulave, stampave ose formularve. Autoritetet bëjnë me dije se hetimet do të vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë dhe për të përcaktuar shtrirjen reale të këtij aktiviteti kriminal në tregun vendas.